Krishtlindja është një nga kremtimet më të rëndësishme për miliona besimtarë në të gjithë botën, të cilët kanë Jezu Krishtin në qendër të besimit të tyre fetar. Mëngjesin e sotëm është mbajtur dhe mesha e shenjtë e Krishtlindjes në katedralen ortodokse të Apostull Pavlit dhe Shenasit në Durrës. Në këtë meshë morën pjesë 10 besimtarë ortodoks që u mlodhën këtë enjte për të kremtuar lindjen e Krishtit, duke përcjellur urime të paqeje, shprese dhe begatije për njëri tjetrin dhe për mbar komunitetin. Mesha u celebrua në kryesimin e Atë Gjerasim Çokallit. Krishtlindja simbolizon ardhin e mirësisë, shpëtimin e njerëzve nga mëkatet dhe sjell paqe dhe dashuri në shpirtet e besimtarëve. Krishtlindjet janë festa e dytë më e rëndësishme në kalendarin e besimtarëve katolik dhe ortodoks pas Pashkës, që kremtohet çdo vit me ceremoni fetare dhe aktivitete festive.